Shëndetje, si jeni? Përshëndetje, mirë, po ju si jeni? Si është situata në Dubai për momentin? Për momentin, situata vion si në ditët e para, pra nuk është se kemi përditësime. Vazhdojnë të ketë sulma ajrore, por po interceptohen me sukses, siç është bërë që në ditën e parë, pra kjo është dita 4. Paka shumë e njëjta situatë, po presim që të marrim përditësime nga Ministria e Mbrojtjes. Supozoj që të merrshim sot, por akoma nuk na kanë bërë me dije. Ndjeni e sigurt në këto momente në Dubai? Të thënë vërtetë ndjehem e sigurt, kam më shumë se 6 vite që jetoj këtu. Shteti është një shtet që të bën të ndihesh i sigurt. Kjo është një fatkeqësi që besoj do i ndodhte çdo shteti. Ndodhen në disa vende aktualisht në lindjen e mesme, por mendoj që Emiratet e Bashkuara janë një shtet që din ta menaxhojnë këtë situatë, sepse kanë vite që duke i ditur dispatat që kanë ndodhur në rajon, kanë vite që i kanë implementuar ose integruar do toja këto skenare në sistemin e institucioneve, në legjislacion dhe në strategjitë e veta kombëtare. Kështu që po, përgjigjja shkurt është ndjehem e sigurt, mendoj që gjërat do përmirësohen, besoj që gjërat do përmirësohen, vetëm për momentin do të bëjmë durim dhe të tregojmë sa më shumë kujdes. A janë rikthyer fluturimet siç është paralajmëruar më 3 mars? Po, fluturimet janë rikthyer që dje. Sot kemi pasur, dje janë rikthyer pjesërisht me linjën ajrore Emirates dhe Etihad. Sot gjithashtu disa fluturime janë bërë me Fly Dubai, kështu që mendoj që kjo është një shenjë e mirë. Ju jetoni afër zonës së sulmeve? Jo. Nuk jetoj në ato zona, në Dubai Hills, që kam parë që kanë ndodhur në Xhibiar. Jam jo shumë larg, por nuk jam në ato zona. Ju jeni lidhur me ambasadën tonë? Po. Kam pasur komunikim të shpesh me ambasadën, na kanë udhëzuar dhe na kanë gjithashtu sugjeruar që të mbetemi në kontakt jo vetëm me ambasadën, por gjithashtu me autoritetet lokale, sepse në fund fare, pavarësisht që ambasada përpiqet me ato mjetet e veta që të na orientojë, në fund fare duhet të bazohemi te informacionet dhe të dhënat që do jepen nga autoritetet relevante vendore këtu në Emiratet e Bashkuara. Çfarë ju ka këshilluar ambasada shqiptare? Atëherë, që të bëjmë sa më shumë kujdes, na ka sugjeruar cilat janë opsionet, na ka bërë me dije kur kanë filluar pjesërisht fluturimet, që njerëzit që ndjehen si në panik ose njerëzit që realisht mendojnë që nuk do ketë rrugëzime pozitive të largohen, dhe gjithashtu ka parashkruar këtë fakt që nuk ka, nëse do të ketë domethënë një eskalim të situatës, do jemi ne që do ta marrim vesh këtë gjë, jo vetëm nga ambasada, por nga Ministria e Mbrojtjes, që duhet të jetë burimi kryesor që ne duhet të koordinojmë dhe të përditësohemi. Si vijon jeta? A dilni nga shtëpia apo jeni bllokuar? Jo. Shifa, unë duhet të them diçka për gjithë njerëzit. E kam parë që është hiperbolizuar goxha nëpër këto platformat e mediave sociale. Nuk është një situatë normale, nuk është një situatë e zakonshme. Por kjo fryma e panikut, fryma negative, po kalon në masa. Domethënë shef video që nuk ja tregojnë Emirateve të Bashkuara, shef pretendime të pavërteta, informacione që janë të rreme dhe do sugjeroja njerëzit që nuk po them që mos të bëjnë kujdes, por të dinë se ku marrin informacion, të dinë se çfarë media zgjedhin, çfarë platforma zgjedhin, dhe kjo në përgjithësi. Unë personalisht në ana ime vazhdoj jetën, nuk mund të them si në normalitet, sepse do të bëjmë më shumë kujdes në jetën e përditshme, por dyqanet janë hapur, taksit funksionojnë, ne frekuentojmë punën, kush ka mundësi, ka datë fleksibilitetin të punojë online, mund të punojë. Kështu që gjërat nuk është se kanë në duket sikur do përkeqësohen. Mendoj që do përmirësohen, sepse Emiratet e Bashkuara janë një shtet goxha i fuqishëm dhe e ka vërtetuar me kohën që t'i përballojë situatat nëpërmjet negociatave, dialogut
dhe rrugë diplomatike. Kështu që besoj që edhe në këtë sfidë aktuale do të ndiqet po në njëjta mënyrë. Po me komunitetin shqiptar në Dubai, keni lidhje? Në komunitetin shqiptar, shoqëria ime, familjarët që kam disa familjarë që për momentin kanë ngecur këtu, dhe shoqëri më së shumti, pasi familjen e kam në Shqipëri, por komunitet që kemi shkëmbyer mesazhe me njëri tjetrin, them vërtetën jo. Thjesht familjar, shoqëri, shumica më shumë familjarë që janë në Shqipëri janë të shqetësuar, siç e thash, sepse shohin këto lajme, t'i duket sikur është një situatë kaotike që në fakt nuk është. Dhe e dimni që ndodhemi këtu, jetojmë këtu, nuk e dim njëri tjetër, më kupton? Kjo pra. Komiteti shqiptar që ju sapo thatë që keni folur edhe për momentin nuk kanë shqetësime, a mendojnë ata të rikthehen në Shqipëri? Tani, varet kush është rezident, kush është turist. Kush është turist nuk ka të qëndroj apo jo, sepse normalisht mendojnë që duhet të kthehen, është një situatë jo stabil. Kush është rezident, që ka filluar një punë, jeton këtu, ka një biznes të vetin, duhet që të presin të shohin nëse përmirësohen gjërat. Apo jo, nuk mund thjesht dhe nuk është e mundur për momentin që ti të largohesh nga vendi i liri, sepse siç e thash, pjesërisht kemi pasur fluturime. Besoj që nga data 6 mars mund të kemi të reja dhe do të hapen tërësisht aktivitetet operacionale nëpër aeroporte. Nëse situata do të vijojë të përshkallëzohet, ju personalisht mendoni të riktheheni? Normale që po. Absolutisht. Por nuk e mendoj që situata do eskaloj, siç e thash, sepse vetë Emiratet e Bashkuara nuk janë një palë drejt e përfshirë në këtë konflikt. Mendoj që situata do përmirësohet, do kemi një zgjidhje permanente të saj, që besoj shumë do jetë pozitive. Faleminderit Iva për intervistën, uroj të jeni mirë. Faleminderit ju që më ftuat dhe gjithë të mirat. Mirupafshim.